Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit ka ndërhyrë të njëjtën në shembjen e 3 objekteve pranë rrugës transballkanike në Vlorë. Objektet konsideroheshin pengesë për vijimin e projektit që lidh rrugën transballkanike me portin e Vlorës, por edhe me projektin e Lungomare 4. Shembja e objekteve u realizua pasi ato ishin shpronësuar që në vitin 2018. Prej kohësh godinat ishin kthyer në të pabanueshme dhe përbënin shqetësim për banorët e zonës. Sipas autoriteteve, ato frekuentoheshin kryesisht nga personat përdorues të lëndëve narkotike, çka solli dhe vendimin për prishjen e tyre. Në mbështetje të forcave të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit ishin edhe forcat zjarfikse të Vlorës, me qëllim parandalimin e çdo problematike që mund të krijojë gjatë operacionit. Shembja e këtyre objekteve i hap rrugë tashmë vijimit të projektit, ndërsa autoritetet po evidentojnë dhe objekte të tjera, por edhe rrethime që pengojnë zbatimin e tij. Qëllimi mbetet lirimi plot i hapësirës publike dhe vijimi punimeve sipas planit të parashikuar për projektin e lidhjes së rrugës transballkanike me portin, por dhe vijimsinë e projektit të Lungomare 4.